Do japësh kohë vetes për të dashuruar sërish? Uroj që po. Uroj që po se... Do thoja merr kohën tate. Merr kohën tënde themi. Ja se bëjmë atë gabim. Merr kohën teme, të s'kam mas presione tjetër. Jo, një ideja është shumë e thjeshtë, siç ka taku me thënë edhe kur që ajo periudha pak e vështirë brenda fermës. Ideja është që ti për me rrallë para çështje fatit, sepse nuk është që ti qohesh Nadia dhe thu hajtë sot po dashurohem edhe madje edhe po e zgjell me kë. Është çështje fatit. Në rrallë dytë, që është shumë e rëndësishme, është që para se me dashuru dikën, para se me fillu një histori, duhesh që ti të jesh në rregull, po thojmë, me veten, se përndryshe nuk funksionon kështu. Pra unë me siguri do marr kohën teme për me sistemu veten, edhe nga pikpamja psikologjike, nga pikpamja fizike, nga pikpamja e punës dhe tjera. Pastaj normal që kisha dash, normal kush nuk do më dashuru, më falni.